Do të mund të votojmë më 27 dhjetor, votimi përmes postës do të fillojë më 12 dhjetor dhe do të përfundojmë. Procesi i regjistrimit është mundësuar vetëm për shtetasit që duan të regjistrohen për të votuar nga jashtë Kosovës, ndërkaq për të votuar në vendvotimin e tyre në Kosovë nuk ka pasur nevojë të regjistrohen. KQZ ka detyrim ligjor që çdo shtetas i regjistruar për të votuar jashtë Kosovës të mos figurojë më në listën e votuesve brenda vendit, duke e pasur të drejtën e votimit vetëm jashtë Kosovës sipas kërkesës së vetë votuesit. Ky njoftim u dërgohet individualisht të gjithë aplikuesve. Ndërkohë, të gjithë shtetasit që jetojnë jashtë vendit dhe që nuk regjistrohen për të votuar nga jashtë Kosovës, ndodhen në listën e votuesve brenda vendit. Votuesit që kanë përzgjedhur të votojnë fizikisht do të mund të votojnë më 27 dhjetor, pra një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Votimi fillon në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllet në orën 19 sipas orës lokale të çdo shteti, ndërkaq votimi përmes postës do të fillojë më 12 dhjetor dhe do të përfundojë më 27 dhjetor. Për votimin me postë janë aktive kutitë postare në 22 shtete të ndryshme të botës, si dhe kutia postare e KQZ-s në Kosovë.